është vërtet që unë edhe pse jetoj në Amerikë, jam shumë i lidhur me vendin, jam i lidhur me ngjarjet edhe thuajse jam i pashkëputur, thjesht veç fizikisht jam këtu. Deklarata e zonjës për mua dhe shqiptarët e tjerë që kanë mbamendje të pastër edhe historike, po edhe kombëtare, nuk është as pak e habitshme, ajo është na çudit. Munden me thënë çdo ditë, munden mos me thënë asnjëherë, për neve është e njëjta gjë, sepse ne e dimë që ata këtë çështje kanë në ADN-n e tyre. Ajo zonja unë e di shumë mirë që kur ka lindur në Pej, sepse ajo ka lindur e shtritur në Pej, ajo është edukuar nga prindrit e saj, nëse kanë dashur mos e lanë me dalë në balkon duke i thënë X shqiptari. Ajo është shtritur duke dëgjuar biseda se si duhet zhduken shqiptarët. Ne nëse e kthejmë kokën prapa në vitin 1912, generali Božidar Janković, nëse s'gaboj, i cili udhëhoqi me luftën e parë ballkanike, ai thotë që për ta neutralizuar Shqipërinë ne kam idenë, edhe kur pyetet si thotë t'i vrasim gjithë shqiptarët, t'i zhdukim shqiptarët. Pastaj më vonë, në vitin 1937, Vasa Çubrilović, njëri ndër adoleshentët e komplotit të vrasjes së princit Ferdinand, nga ku dhe fillon lufta e parë botërore, ai e nxjerr një memorandum për dëbimin e shqiptarëve, zhdukjen, dëbimin e shqiptarëve. Dhe mbetet si figurë ikonike në Serbi dhe sot e kësaj dite. Me vonë vjen Slobodan Milošević, i cili thot generalit Clark se nuk di pse ndërhyjt ju se ne do ta rregullonim këtë punë, dhe kur pyetet nga Clark se si do ta rregullonit, ai përgjigjet do t'i vresnim të gjithë. Dhe vim deri te kjo zonja ministre, që është femër, që do të thotë e bën më të ndihshme në aspektin njerëzor situatën, se si mund një femër të falë dashuri dikun dhe të ketë gjithë atë kriminalitet për brenda. Po kjo thjesht ka qenë e sinqertë, e ka thënë një të vërtetë që e mendojnë të gjithë serbët. E ka thënë një të vërtetë që e shoqëron këtë çdo ditë, çdo mëngjes, çdo darkë, çdo fest, kudo kjo ka të ide, atë bindje, atë mendim, atë kriminalitet. Ne e dim këtë. Ajo është pjesë e një populli që mendon me zhduk një popull autokton, sepse ata vuajnë nga inferioriteti, edhe pse nuk e thonë, vuajnë nga inferioriteti që nuk janë të vjetër sa shqiptarët, nuk janë autokton. Ata janë ardhacak, territorin e tyre e kanë shtrirë në terrenet huaja. Ne sot e kësaj dite kemi disa qytete që nuk kanë gjurmë shqiptare më në Serbi, të cilat janë spastruar pikërisht nga njerëzit paraardhësit e kësaj, me ide të kësaj, që e kanë dëbuar popullin shqiptar, e kanë zhdukur, e kanë vrarë, e kanë ndjekur, dhe sot ato vende janë qetërsuar, janë bërë serbe. Kjo mendon thjesht kjo ka në gjen atë dhe ne nuk na habit fare. Në aspektin politik kjo ishte e çuditshme se si një ministër guzon ta thotë sot këtë kur Serbia po pretendon të bëhet antare e BE-s, po këta kanë kuptuar që a ka vlerë tani të flitet për normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi kur nëse do të ishte një Evropë e sinqertë, absolutisht nuk ka vlerë, po Serbia ka kuptuar shumë mirë që Evropa e ka përgrelur gjithmonë, dikur nga interesat me Rusinë dhe frika Rusisë, dhe sot nga interesat e tërheqjes së Serbisë nga Rusia, dhe me një fjalë Serbia po përkthehet, këtë e din shumë mirë Serbia, sepse ata Evropa dhe bota e din që Serbia qeveriset nga kriminalët e luftës dhe e trajtojnë si konstruktive, ndërsa Kosova me të gabimet veta politike që janë minore në farforme në raport me ndërkombëtarët, ka sanksione tjera. Mirë po, ana tjetër është e frikshme se si bëhet presion Kosovës dhe shqiptarëve, kur jam shumë i sigurt, në qoftë se një shqiptar, një qytetar i tillë do ta bënte të njëjtën deklaratë të zonjës ministre atje, Snežana Paunović. E sigurt që ata do kishin kërkuar ta çonin në tribunal. Sigurisht, po do të ishte mbledhur dhe Këshilli i Sigurimit, jam shumë i sigurt, jo vetëm që do të ishte bërë tërmet në Bruksel, po dhe Këshilli i Sigurimit do të ishte mbledhur për atë, ndërsa për këtë ministren u kalua disi nhesje me deklarata si profesore. Dhe bile kjo duhet të ketë ndoshta një hulumtim, sepse kjo ka lindur dhe është rritur në Kosovë. Kjo është larguar nga Kosova në moshën 24 vjeçare, që do të thotë ka qenë në një moshë ku mund të ketë pas çështje direkte në luftë, po edhe nëse jo direkt, indirekt. Kjo do duhej sot, pas më shumë se një qerek shekulli pas lufte, të dilte dhe të kërkonte falje për atë që ka parë në Kosovë, dhe nëse kjo s'ka qenë pjesë e realitetit, pjesë direkte e luftës, të ndihet keq për atë që kanë bërë bashkëkombasit e saj, sepse kjo ka parë të digjet, të vriten fëmijë, të bëhen masakra, të dëbohen njerëz nga shtëpitë e tyre, dhe të kërkon falje sot, dhe të merr iniciativë që të shkatrohen fushat e tenisit mbi varreza masive, që të shkatrohen diskotekat mbi varrezat tona masive, dhe të tregon diçka humane para botës, të thotë se ja këtu i keni estrat e janë dhe merrni. E jo të kërkon që të zhbëhet ajo që ka mbetur,
sepse na kanë marrë mjaft territore, dhe të kërkon të zhduket një popull më i vjetër në ndërmjet vjetrit apo më i vjetrin në Evropë, dhe që kanë një gjuhë origjinale ndër 6 gjuhët më të vjetra në botë. Kërkojnë zhdukje, nuk mund ta zhdukësh një lesë më rënë se ju ndjeni ke se jeni deg apo diçka tjetër. Dhe e meta e kësaj është edhe para botës se si mundet, sepse të fundit kjo është përveç asaj se thash është ADN e popullit serb, po është ADN edhe e qeverisë së Serbisë, sepse aty janë pjesë dërmuese, janë kriminal të luftës. Dati që doli dhe e përkrau hapur. Përfshi këtu presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, që ka qenë pjesë e luftës në Bosnjë dhe ka qenë ushtari i Sheshelit, ka kërkuar vrasjen e 100 të tjerëve për një serb. Një akuzuar dhe për të safari Sarajevon. Ministri Slobodan Miloševići tani është pjesa e aferës së safarit të Sarajevës, ku mendohet që edhe besohet që ka qenë një ndër vrasësit serik me snajper kështu qytetarëve të kalimtarëve tjera dhe besohet edhe mund të jetë e vërtet, dhe ndodh kjo deklaratë sepse e ka një terren të përgatitur mirë ajo zonja, dhe pikërisht në ditën, kjo nuk është rastësisht kjo deklaratë, unë jam shumë i sigurt që është e parapërgatitur për të tërhequr vëmendjen botërore të deklarata dhe jo të përvjetori i gjenocidit serb në Srebrenicë, se është e njëjta ditë kur përkujtohej gjenocidi serb në Srebrenicë në Bosnjë, dhe të njëjtën ditë ajo bën këtë deklaratë për tërheqje të vëmendjes. Përndryshe nuk është asnjë habi, serbët mendojnë gjithë kështu. Doli Ivica Dačići, ish kryeministri i Serbisë, ministri i tashëm i brendshëm, zëvendës kryeministri i tashëm dhe e mbrojti të njëjtën deklaratë që Snežana Panković si është e tha. Pra, do të thotë, këta mendojnë të gjithë njëjtë, edhe aparati shtetëror, që është një farforme frymon me hijen e Slobodan Miloševićit, po edhe popullin, pjesa dërmuese e popullit mendojnë, sidomos serbët që kanë shkuar nga Kosova atje, dhe serbët që janë në Kosovë, që janë të mbytur në nacionalizëm, por edhe një pjesë e mirë e gjithë qytetarëve të Serbisë, brenda Serbisë, që nuk kanë asnjë arsye të kenë as urrëtie, as përkime, në qoftë se janë intelektualë dinë shumë mirë të vërtetën që ata janë pushtuesit, ata janë dënuesit, ata janë vrasësit, dhe duhet ndihen keq për këtë. Zoti Gjose, me këtë që ju thatë, kuptova që është vështirë që siç artikulojnë politikanët jo me Ballkanin e hapur e tjera për një pajtim mes shqiptarëve dhe serbëve, kur ju thoni që kjo është në ADN-n e tyre dhe nuk do ndryshoj kurrë. Nëse do të marrin nga shqiptarët, secili kam do të mund të punonte me shqiptarët dhe të bënte Ballkanet hapura të mbyllura dhe të normalizonte raporte, sepse shqiptarët asnjëherë nuk kanë qenë provokues të situatave, asnjëherë nuk e kanë vrarë dikën në shtëpinë e tyre. Shqiptarët gjithmonë historikisht vetëm janë vetë mbrojtur. Po duke njohur armiqtë tanë, është shumë e vërtetë që është e pamundur edhe të ketë Ballkan të hapur, edhe të ketë normalizim të raporteve, sepse ju keni parë gjatë kohës ndër vite, dekada, sa marrëveshjet janë bërë, janë nënshkruar, po asnjëra prej tyre nuk është qetësuar dhe nuk është normalizuar, sepse ka pas marrëveshje për shembull në Vjenë e tjera që Serbia të mos e pengoj Kosovën në antarësimin e organizatave botërore, të mos kundër lobon për pavarësinë e Kosovës, për njojën e pavarësisë Kosovës e tjera, dhe asnjëra prej tyre le që nuk e ka përmbushur, por përkundrazi ka vepruar në mënyrë aktive dhe vepron edhe sot e kësaj dite. Ata janë armiq të ndytë, sepse unë do të dalloja, ti mund të kesh një konflikt, një luftë direkte për momentin, 1 vjet, 2 vjet me një armik të pastër dhe mbaron lufta dhe ka mbaruar gjithçka. Po Serbia është një armik i dytë që nuk pushon kurrë. Këta nuk do të ndalen asnjëherë se janë ndruari në tokat e mbetura shqiptare, sepse kur them të mbetura, kam parasysh faktin që na kanë marrë një pjesë të mirë, të madhe të tokave tona, që janë brenda Serbisë, të serbizuara komplet sot. Në pjesën e Malizie të mos hyj kudo tjetër, por ata ndrojnë edhe sot e kësaj dite sepse nuk nacen, apetitet e tyre janë ta marrin edhe Kosovën e mundësisht edhe ta shkatrojnë edhe Shqipërinë. Por unë mendoj edhe besoj që kjo është e pamundur, sepse shqiptarët në të kaluarën kanë qenë trima, por nuk kanë pas qasjen botën, nuk ka qenë teknologjia, nuk ka qenë shkolla. Sot ne kemi shqiptarë anëkën botës që janë fushat ndryshme, që lobojnë menjëherë, që dinë të godasin e pikën e duhur. Kemi thuaj ushtarake, mjeke, profesore, shkencëtare, gjithë andej botës. Kështu që le ta harrojnë këtë ëndër sepse e kanë të pamundur. Një nga intelektualët në Tiranë për këtë debat shkruante që historia na mëson se krimet e mëdha nuk fillojnë me armët, ato fillojnë me fjalët që justifikojnë. Edhe sipas tij nuk duhet